Gjithë cila e ka atë dashurinë e vetë, atë ngrëtsinë e vetë, mirë po që i bëj pak ma me qef janë gjanat për fëmi. Gjanat për fëmi. Do më thëmë kurdelat, kuror, edhe po du me thënë më falë. Tregona ndonjë punim që është për fëmi. Varse, kjo varsja këtë, është për fëmi. Biberoni. Po, edhe kjo. Dërsa edhe kjo, janë dy opcione. Sa e bukur. Janë dy opcione të cilit munden me i porosit klienti. Ndërsa unë këtë që kam tani në duar, ja kësha propozue. Arsyeja pse është se është me të gumës, edhe në qofë se fëmija e shtengoj e rasisht, edhe habitit, edhe diqka nuk e demëtan edhe në qofë se habitit edhe shtengoj. Po. A kjo është pak ma, se është me ruza me dziza, këtë dzizat i hjekon. Për fëmi në mosh pak ma madhore. Po. Këto mund me kam për në i fëmi për shambull 6 muish, 1 vjeç, ashtu. Po. Ashtu, ama kjo është ama në ashtu për fëmi të vegjël, për foshnje. Po. Ardita të regon pak këtë punën që e bën në përditshmëri, e shes si ndihmë financiare apo si terapi? Si të dyat. Do me thonë, i ndihmon edhe vetës financiarisht. I ndihmoj edhe vetës edhe familjes, gjë që jam shumë krenare. Për këtë gjë sepse ata bujnë shumë për mua, unë pak.